Mirëmbrëma të gjithëve. Sot jemi në natën e 7, ku do flasim për vetë sabotimet dhe programet e padukshme. Pra si ndikojnë në jetën tonë, nga se shkaktohen dhe çfarë simptomash kanë. Luiza, mirëmbrëma dritë, mirë se erdhe. Okej, të presim sa të na bashkohen edhe ca të tjerë. Si që thash, sonte kemi temen e vetë sabotimit, pra si ndikon vetë sabotimi dhe programet e padukshme. Janë shumë të lidhura këto të dyja bashkë, prandaj kam vendosur që të dyja t'i sjell në një temë. Sonte jemi në natën e 7. Kështu që nesër dhe pas nesër kemi disa rigjenerime për të rimarrë fuqinë tonë. Okej, pra unë gjithsesi po vazhdoja avash sa të na ofrohen edhe të tjerët. E para duhet të dim se çfarë është vetë sabotimi. Pra duhet jemi të vetëdijshëm përpara se ne t'i përdorim disa terma dhe ta dim se si funksionojnë tek vetja jonë. Pjesa vetë sabotimit është pjesa, për shembull, kur ne duam diçka, por nuk veprojmë. Është pjesa, për shembull, në momentin që ti e do diçka të mirë për veten, por ti fillon me mendime, me vepra, me ngjarje ta largosh nga vetja. Nuk e shtyn veten. Dhe këto zgjidhje i bën në mënyrë të pakuptueshme, jo sepse i bën me qëllim, por i bën në mënyrë të pakuptueshme. Është pjesa ku ne kërkojmë dashurinë dhe duam dashurinë, por në mënyrë të pakuptueshme tek vetja jonë gjithmonë zgjedhim ose lejojmë të vinë njerëz të cilët nuk na duan. Rudi, mirëmbrëma. Iliriane, përshëndetje dhe mirëmbrëma. Pra, si që thash dhe njëherë, sonte kemi temen e vetë sabotimit dhe programit të padukshëm. Si funksionon në jetën tonë, pse vendosim ta kemi dhe çfarë janë. Kisha fillu tek pjesa vetë sabotimit, pra du të përqendrohem më së shumti te kjo. Deni, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Është pjesa e vetë sabotimit, pra është ajo pjesa ku ne duam paqen, por në të njëjtën kohë tërheqim dhimbjen. Është pjesa që brenda nesh fillojmë të kemi frikën e ndryshimit. Pra si që kam thënë, nganjëherë mendja jonë zgjedh të mbaj dhimbjen të cilën e njeh, sesa të kërkoj atë paqen të cilën nuk e njeh, nuk e ka pranuar. Atëherë, duhet të ndalem edhe çfarë janë programet të cilat në mënyrë të pavetëdijshme janë të padukshme, por janë rezistente dhe të pranueshme për jetën tonë, derisa ne bëhemi të vetëdijshëm. Pra, programet e padukshme quhen të gjitha ato gjëra të cilat në një farë mënyre na i kanë krijuar që fëmijë. Pra, duhet të jeni të vetëdijshëm që programet e padukshme në mënyrë automatike krijohen që kur ne jemi fëmijë të vegjël. Për shembull, nëse kemi patur një prind ose një të afërm ose në shkollë ose tek rrethi shoqëror të cilët na kanë thënë ti nuk di, ti nuk meriton, ti nuk mundesh, ti do dështosh, ti nuk je për asgjë, pra këto quhen programe të padukshme. Dhe çfarë bën mendja jonë? Mendja jonë fillon që ti besoj, ti kthej në besime. Dhe duke i kthyer në besime, thjesht ti thua, okay, unë mund ta bëj këtë gjën, por prapse do dështoj, më mirë nuk po lodhem fare. Okej? Pra, në mënyrë të pakuptueshme ti e lën fare. Ose dashuria dhe jeta fillon të thuash janë të vështira. Pra, as nuk pranon dashurinë, por as nuk pranon jetën. Ky quhet një program i padukshëm.
Janë të padukshme sepse zakonisht fillojmë t'i marrim si të vërteta, fillojmë t'i marrim si bindje dhe fillojmë t'a programojmë veten në këto gjëra. Është diçka që e kemi mësuar, siç e thash, si fëmijë, dhe duke mësuar si fëmijë, ne fillojmë përmes tyre të krijojmë atë kush jemi, të krijojmë atë pse jemi dhe të krijojmë atë pjesën që okej, unë kaq vlej, okej, unë kaq jam. Nuk mund të bëj diçka më shumë. Atëherë, si krijohen vetë sabotime? Dua të ndalem edhe këtu, sepse tema kryesore është këtu, por duke qenë që vetë sabotimi dhe programet e padukshme janë pak a shumë e njëjta gjë, por në drejtime të ndryshme, dua që dhe ju të jeni të vetëdijshëm se si ndahen dhe se si ndikojnë në jetën tonë. Limoza, mirëmbrëma e dashur dhe mirë se erdhe. Negji, mirëmbrëma, dritë dhe ty. Vetë sabotimet krijohen zakonisht, siç e thash, që kur jemi fëmijë, pra nga besimet që mund na kenë dhënë. Duke na bërë të ndjehemi të refuzuar, të friksuar, të kritikuar, duke na bërë që të ndjehemi të pavlerë. Fillojmë, për shembull, nëse ne kemi një prind, dhe këtu dua të ndaj një histori personale, për shembull që babi im e përdorte shumë shpesh, dhe këtë gjë e kam kap tek vetja. Pra, babi im shpeshherë thoshte, "Okej, unë me 4 klasë shkollë jam bë dikushi, jam bë inxhinier miniere, kam qenë me ushtrin, kam qenë oficer ushtrie, etj, etj." Ndërsa ju thote me 8 klasë dhe kërkoni akoma më shumë sepse sipas ti ne nuk kishim kapacitet dhe nuk kishim tru që të mbanim mend më shumë. Okej? Dhe çfarë ndodh në këtë pjesë? Ne fillojmë ta vetë sabotojmë veten. Fillojmë të ndjehemi të vegjël, fillojmë mos t'i japim vetes rëndësi, fillojmë, okej, çapo më duhet shkolla, okej, fillojmë nganjëherë t'i japim drejt edhe tjetrit. Gana, mirëmbrëma shpirt, mu ka dez mirëmbrëma. Dhe fillojmë të krijojmë disa gjëra që okej, më mirë t'jemi vogël, më mirë t'jemi padukshëm, edhe nëse ma jep mundësi dikush për të studiuar në këtë rast, siç e thash, fillojmë të themi okej, nuk është e nevojshme, ndoshta nuk jam mjaftueshëm, ndoshta vërtet kapaciteti im mendor nuk është aq i zgjuar sa të mbaj mend gjërat e tjera, ose disa gjëra fillojnë edhe pse i kemi pengje dhe nuk i kemi realizuar, prapse fillojmë të themi okej, le të jetë peng edhe pse nuk e realizova, mjafton që për shembull dikush tjetër të jetë i lumtur. Pra këto janë ato vetë sabotimet që ne fillojmë t'ja krijojmë vetes dhe nuk e kuptojmë përse. Dua të ndalem edhe tek pjesa e programeve të padukshme. Programet e padukshme krijohen për shembull fjale që kemi dëgjuar shpesh. Siç janë, dua të ndalem te kjo pjesa. Tani, siç e dim, asnjëri nga ne nuk është se kemi dëshirë që tjerët na ofendojnë ose të na bullizojnë etj. Por, duke i dëgjuar shpesh që këto fjalë janë negative dhe këto fjalë janë bullizuese dhe këto fjalë nuk duhet përdorur, çfarë ndodh? Ne i regjistrojmë dhe i marrim, domethënë, si fjalë bazë, i marrim sepse janë negative dhe dikush ka thënë që janë negative. Sjelljet për shembull që i kemi parë, sidomos programet e padukshme, zakonisht na dalin më shumë kur ne jemi me njerëz, jo kur jemi vetëm. Për shembull, sjelljet që i kemi parë, nëse ne kemi parë dikë që thjesht duke lozur, e keni parasysh në shqiptarët e kemi edhe këtë shprehje preksha për të mirë dhe prekum gjithmonë tjetrin. Pra, ne jemi mësu duke e përsëritur këtë gjë. Dhe çfarë ndodh? Ne e kemi kriju program të padukshëm tek vetja dhe vazhdojmë që ta përdorim her pas here. Programet e padukshme krijohen edhe nëpërmjet trauma dhe frikrave. Pra, për shembull, nëse keni filluar ta dëgjoni shpesh që duhet kemi frikë një person, sidomos kur jemi të vegjël, që njerëzit na e kanë sugjestionuar, duhet kesh frikë filanin ose mos bëj kështu.
Për shembull, mami ime ka patur, nëse ti bo gabime, prifti ka me të prej veshin. Dhe unë mundoja që mos bëja gabime sepse vërtet filloja ta kisha frikë. Pra ky është një program i padukshëm. Klodi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Përvojat për shembull, bravo Rud, fix, gogoli. Pra këtu për shembull, siç e tha dhe Rudi, duhet kemi frikë gogolin. Ky është një program i padukshëm. Pra ti po beson vetëm nëpërmjet fjalëve, vetëm nëpërmjet asaj çka po thuhet, vjollca mirëmbrëma dritë. Dhe këtu ti krijon një program tek vetja të padukshëm. Dhe nëse të thonë njerëz të shumë që është filani kështu, filani ka bë kështu, filani ka bë kështu, ti nuk kërkon që filanin ose filanën ta njohësh vetë, përbazohesh tek fjalët e tjerëve, sepse ke kriju këtë programin e padukshëm dhe thu, po filani është i keq sepse filani tjetri ka bë kështu se ma tha filani. E shikoni se si krijon një katraur përmes programeve të padukshme dhe ne, domethënë, akoma se kuptojmë sepse po na ndodhin. Mendja e jon i regjistron sikur këto janë rregulla. Ose shtrigat e fisit, bravo Rod, ti je gjeni për Zotin, lumja unë që të kam këtu. Ose shtrigat e fisit, bravo. Për shembull, shiko se filani është kështu, shiko se filani është kështu, dhe ne, pa njohur fare tjetrin, fillojmë ta kemi frikë. Pra këtu tregon që ne kemi një program të padukshëm. Mendja e jon i regjistron këto të gjitha si rregullat tona. Pra ne bazohemi në këto rregulla, bazohemi përmes këtyre ndjenjave, përmes këtyre programeve të padukshme dhe fillojmë të besojmë. Fillojmë të besojmë në atë se çfarë na thonë të tjerët. Edhe pse jeta mund të ketë ndryshuar, edhe pse programet mund të kemi filluar të ndryshojmë, të pranojmë, vazhdon të funksionoj e njëjta gjë, derisa ju ta kapni veten, që ky vërtet është një program i padukshëm tek unë dhe duhet ta tjetërsoj. Atëherë, çfarë i bëjmë jetës tonë dhe vetes me vetë sabotimin? Zakonisht fillojmë të mbyllim dyert e mundësive. Pra, kur kemi një vetë sabotim tek vetja, në mënyrë të pavetishme, jo sepse e bëjmë me qëllim, por fillojmë të mbyllim dyert e mundësive. Nëse na jepet një mundësi, kthehemi gjithmonë mbrapa dhe themi, okay, për shembull, mua mami, babi, ku diun, një person ka thënë që ti je i pavlefshëm, ti nuk je i denjë për këtë gjë. Okay? Dhe ti i mbyll vetës mundësit. Me vetë sabotim ne ulim vlerën tonë. Pra, nuk e kuptojmë se sa të fortë dhe sa të fuqishëm jemi, sa të zotët jemi, por kemi një zë gjithmonë në kokë, i cili na thotë, ti nuk je ai. A mundesh? A don? Do na nxjerr 500 probleme dhe 500 gjëra që ne mos të tregojmë vlerën tonë, sepse vetë sabotimi pikërisht këtë gjë bën. Jetojmë me një potencial më poshtë nga ai që jemi. Nëse kemi një dëshirë, për shembull, të bëjmë një libër, të dalim të flasim në publik, të tregojmë vlerat tona, të tregojmë kush jemi, duke patur vetë sabotime tek vetja, ne nuk e marrim dot forcën sepse nuk i besojmë potencialit tonë. Dhe fillojmë gjithmonë të themi nuk jo sa vlej për veten, por sa vlej për të tjerët, a mund të më dëgjoj dikush? A jam mjaftueshëm për të tjerët? Pra këto janë disa vetë sabotime të cilat janë shkaktuar në mënyrë automatike vetëm përmes fëmijërisë. Pra si që thash, vetë sabotimet, gjithashtu programet e padukshme ne i marrim që kur jemi fëmijë. Nuk ndjehemi të sigurt edhe nëse kemi krijuar një version të ri të vetes. Për shembull, kemi krijuar një rutinë të re, po meditojmë shumë, po rritemi shpirtërisht, po ndjejmë energjinë tonë dhe çfarë bëjmë ne, tërhiqemi, na futet në lojë vetë sabotimi dhe thot, okay, kjo ndoshta nuk është energjia që ke ti ndoshta nuk je i thirrur për këtë gjë, ti ndoshta nuk je i denjë, ti ndoshta nuk je gati,
Pra këtu tregon vetë sabotimin dhe gjithmonë duhet kapet dhe ta shikojmë se pse po na vjen. Pse po na vjen, çfarë po na tregon, pse vërtet potenciali jon ndjehet kaq poshtë. Okej? Nëse ka pyetje deri tani, okej, nëse nuk ka, vazhdoj. Atëherë, vetë sabotimet shfaqen gjithmonë në marrëdhënie të dhimbshme. Pra, si që thash, nëse ne jemi në një pikë ku duam dashuri, duam përkushtim, duam mirënjohje, nëse jemi të vetë sabotuar, ne manifestojmë në mënyrë tjetër. Pra, në jetën tonë do vinë gjithmonë njerëz të cilët nuk na duan, njerëz të cilët do të na ulin, njerëz të cilët na bullizojnë, na shajnë dhe na bëjnë që vlerat tona mos të dalin në sipërfaqe. Vetë sabotimi manifestohet edhe me mungesë parash. Pra, nëse prindrit tanë kanë qenë të varfër dhe nuk kanë patur para mjaftueshëm, duke patur këtë lloj vetë sabotimin e tek vetja, fillojmë t'i themi vetës, po okej, baba për shembull ose mama ose të partë e mi nuk kanë patur asgjë, paktën unë i kam 2 lekë. Okej? Pra gjithmonë ti e ndjen veten të realizuar deri në një farë pike, nuk kërkon më shumë, nuk don më lart, nuk dëshiron që vërtet kjo të jetë diçka më e madhe për ty. Ndodh edhe në lodhje emocionale. Pra, shpeshherë kur kemi vetë sabotim të tepërt, fillojmë të ndjehemi të lodhur emocionalisht, jo fizikisht, por emocionalisht. Pra, kemi mendime të shregullta, kemi mendime negative për veten, çdo udhim që do bëjmë ose çdo rrugë që mund të marrim në jetë, gjithmonë kemi dyshimin që a jam mjaftueshëm apo bëj, jo po çfarë po më duhet, jo po pse po më duhet, jo po, okej? Zakonisht na manifestohet edhe në smundje dhe në stres. Pra, një ditë kemi dhimbje emocionale, një ditë kemi dhimbje shpirtërore, një ditë kemi dhimbje fizike, shpeshherë ndjehemi edhe të bllokuar mendërisht, fizikisht, emocionalisht, sepse jetojmë jashtë pasqyrës tonë, po jetojmë vetëm me këto programe, po jetojmë vetëm atë çka këto programe kanë tek ne, këto vetë sabotime që ja kemi për vetës, nuk po jetojmë potencialin tonë. Çfarë do më thënë vetë sabotimi, pse nuk na mjafton dashuria që kemi për veten? Tea, nëse do kishe dashuri mjaftueshëm për veten, do kishe edhe për krejt botën. Dashuria për veten na mjafton me dashur secilin, na mjafton me i dhënë përparësi secilit, na mjafton me shëru veten, me shëru edhe të tjerët. Sepse përmes dashurisë ne kanalizojmë edhe energjinë tek vetja jonë. Okej? Por, çfarë është vetë sabotimi? Vetë sabotimi është kjo pjesa ku për shembull ti dëshiron diçka të mirë për veten, por tërheq diçka negative. Pse? Sepse emocionet tona janë pasqyrim i joni. Pra, ti mund ta duash, mund ta dëshirosh diçka të bukur, një person që ty të dashuron, një person që ty të don, një person që ty të respekton, por brenda vetes duke vetë sabotuar veten, duke vetë kritikuar veten, ti tërheq diçka tjetër. E kemi thënë shpeshherë që ne jemi pasqyrë e asaj çka jemi brenda. Pra ne tërheqim atë çka jemi brenda. Ti me mendje dhe me gojë mund ta thuash gjithë ditën, unë jam i mirë, unë e dua veten, unë respektoj veten, por sa po shkosh tek shtëpia për shembull, jo vetëm ti, por flas për krejt në generale, fillojmë që ta kritikojmë veten. Pse e bëre këtë? Pse u vesha kështu? Pse dola kështu? Pse dola me flok pa krejor? Okej, po përtoj sot bëj një dush. Po përtoj sot meditoj. Pra këtu tregon që ti nuk ke respekt për veten. Tu tregon që ti je i lodhur me veten tënde. A mundet fjalët e të tjerëve
a mundët fjalët e tjerëve mund të na bllokojnë kur je në një bisedë me një person dhe fjalët na vinë hidhur. Absolutisht, Klodi, nëse një person po flet diçka që është e lidhur me traumat e tua personale, diçka që është e lidhur me emocionet e tua të brendshme, ty ai person të zgjon diçka dhe ti në mënyrë të pavetdijshme tak bllokohesh, sepse është diçka që po fillon të kujtoj, po ndoshta të kujton dhimbjen, ndoshta të kujton një shqetësim, ndoshta të kujton diçka që ka lëvizur tek ty. Nëse ti do e kishe të shëruar gjallë botë nuk ndjehesh i bllokuar. Nëse ti e ke të pashëruar këto lloj personash, falenderoj që janë jetën tënde, falenderoj që i zgjuan këto emocione dhe puno pikërisht me këto emocione. Si të veprojmë? E thash, thjesht falenderoj dhe i pranuese. I pranuese dhe mundohu që ta shikosh që përmes bisedës çfarë doli tek ty që të ngacmoj, të bllokoj. Pse u bllokove nga kjo histori apo ngjarje? Pierina, mirëmbrëma. Si ta kuptojmë që kemi vetë sabotime apo programe të padukshme në jetën tonë? Atëherë, kur diçka përsëritet vazhdimisht në jetën tonë, këtu tregon që ka një program të padukshëm. Pra, nëse kemi një histori, kemi një ngjarje, kemi një marrëdhënie e cila vazhdon të na përsëritet dhe ne nuk e kemi marrë mësimin, ky është një program i padukshëm. Kur dim, për shembull, kur e dim çfarë duhet të bëjmë, por nuk veprojmë. Kur e dim se kush është më i mira jon, por nuk e bëjmë. Ktu tregon që kemi një vetë sabotim. Pra, është sikur të thuash, okej, unë dua një person i cili më don, por thellë ti nuk e do veten. Thellë ti nuk ke respekt për veten. Thellë ti vazhdon ta kritikosh veten. Dhe çfarë ndodh me ty, do të vi pikërisht ky person, i cili nuk të do mjaftueshëm, i cili të gjykon, i cili nuk të respekton. Deni thot, e bona dje, i thash faleminderit që s'do bëhem asnjëherë si ty, pastaj blok. Bravo, Den. Vendimi mirë. A duhet të konfrontojmë ndjenjat, emocionet? Absolutisht jo. Nëse ne vazhdojmë të kemi konflikte të brendshme, sepse këto quhen konflikte të brendshme, dhe fillojmë të luftojmë ndjenjat apo emocionet, qofshin negative, qofshin pozitive, ne i fuqizojmë dhe duke i fuqizuar ti kurrë nuk i shëron. Ti thjesht i palos, i largon për momentin dhe i rikthen sapo ti jesh në një fazë të jetës. Tea, asnjëherë luftë. Gjithçka shërohet me vetë dashuri, gjithçka shërohet me qetësi. Asnjëherë luftë. Çdo emocion që ne e luftojmë, çdo frikë që ne e luftojmë, ne vetëm i japim fuqi për të rikthyer, fuqi për të ndodhur, fuqi për të mos u shëruar. Atëherë, siç e thash, pra, kur e dim se çfarë duhet të bëjmë, por nuk veprojmë, këtu tregojmë që ne kemi një vetë sabotim. Kur frika flet më fort se zemra, aty ka një program të vjetër. Pra, kur frika jon fillon të na flas dhe gjithmonë, nëse keni vënë re, frika nganjëherë fuqizohet dhe fuqizohet pa e kuptuar se si ose pa e kuptuar se pse po na ndodh. Thjesht i fuqizojmë dhe thjesht i japim vëmendje asaj frikës dhe harrojmë se kush jemi, harrojmë nganjëherë edhe të marrim frymë. Kjo tregon që ne kemi një program të padukshëm. Dhe gjithmonë duhet që e para të ndalemi, të marrim frymë dhe t'i themi, ok, faleminderit, ti më je dashur për një farë kohe, por tani nuk më duhesh më. Tani e ke kryer misionin tënd, unë do jap përparësi zemrës.
unë do ja përparësi asaj që ka mua më bën të lumtur. Atëherë, do ndalem të diçka tjetër, për shembull, pse I kemi mbajtur brenda? Pse nuk I kemi shëruar në kohë? Pse kemi mbajt këto vetë sabotime, këto programe të padukshme, çfarë na kanë mësuar, pse kanë qenë me neve dhe tjerë. Sepse këto programe realisht nuk janë krijuar për të na dëmtuar, por për të na mbrojtur, për të na bërë të kuptojmë se sa vlera kemi. Në vetdia gjithmonë, pra ose në vetdia ose mendja ose vetja jon e tanishme, vetja jon toksore e pëlqen, e don dhimbjen të cilën e njeh. Nuk e don atë paqen të cilën se njeh. Nëse keni vënë re në një moment kur ne jemi në paqe, për shembull, ose fillon të na flas mendja, ose duam të bëjmë pak zhurmë në shtëpi, ose ndjehemi bosh ose kemi frikë. Pse? Sepse mendja nuk e don, nuk është mësuar atë paqe. Prandaj funksionon ky programi 21 ditor, sepse është për të rregulluar diçka. Okej? Ne I kemi mbajtur këto vetë sabotime dhe këto emocione, këto programe, sepse nuk I kemi dhënë mundësi vetës, ose nuk kemi ditur se si t'i shërojmë. Nuk kemi ditur se si t'i menaxhojmë. Thjesht I kemi palos aty dhe I kemi lënë në një sërtar. E vërtet, ra tërmet dhe hera e parë që pata një frikë të pashpjegueshme. Se di pse në trup ndjeva frikë më shumë se ç'duhej. Sepse Luiza I ke dhënë fuqi frikës para zemrës. Zemra, nëse se ka ndje emocionin, ose ndoshta nuk e ka ndje fare atë frikë, e ka ndje vetëm mendja. Pra, gjithmonë frikat janë në mendje. Gjithmonë frikat regjistrohen në trup. E para krijon në mendje, regjistrohen në trup dhe fillojnë të japin sinjale njëra tjetrës për të aktivizuar. E kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi, shpirti nuk ka frikë. Shpirti dit fluturoj, shpirti dit lëshoj trupin, shpirti dit vallëzoj, shpirti dit knaqet, tjeti lumtur. Mendja nuk din. Mendja ka nevojë gjithmonë për motiv, mendja ka nevojë gjithmonë për mësim, mendja ka nevojë gjithmonë që të ketë një program. Dhe don gjithmonë një program të dukshëm, jo të padukshëm. Don gjithmonë diçka të prekshme, jo të paprekshme. Atëherë, lind pyetja si t'i lirojmë, si t'i heqim nga vetja. Okej, I kemi mbajtur, I kemi palosur, e dim që I kemi, jemi të vetëdijshëm. Tani, lind pyetja si t'i lirojmë. E para është vetëdijsi. Pra kur ti vetëdisohesh që ato janë. Është pjesa e pranimit. Kur ti e pranon, okej, unë kam programe të padukshme, unë kam vetë sabotim të shpesht, mua më ndodh, por është aty. Mos gjykoni, si do që ti ndjeni, si do që të jenë, mos I gjykoni. Nuk luftohen asnjëherë, si që thash, sepse lufta ato I forcon. Ato lirohen vetëm kur ne I shohim. Pra, nuk e kam fjallën të shikojmë si që ju më shifni mua në një ekran, por të shikojmë se si ato kanë ndodhur, se si ato janë palosur, se si ato po dalin. Okay? I pranojmë dhe zgjedhim ndryshe. Pra, në momentin që ti e pranon që është një vetë sabotim apo një program I padukshëm, pra ti e I vetëdijshëm dhe bën një zgjedhje tjetër. Në moment që ti kthej brap tek dashuria, kërkon një person që vërtet të don, I lën kohë që ai ta tregojë që vërtet të don. Nuk e vetë saboton veten, a është as është, ta boj mos ta boj, ta marr mos ta marr, shkoj mos shkoj. Nuk I kemi këto dyshime. Çfarë duhet të dim?
tek këto gjëra. Çfarë duhet të dim dhe çfarë duhet të jemi të vetëdijshëm që gjithmonë t'ja kujtojmë vetes. E para, ti nuk je vonë. Në çdo lloj moshe që ti je, e ke kohën, e ke mundësinë, e ke vullnetin që ti riparash. Okej? Ti tregosh vetes që ti nuk je gabim. Ti e ke përsëri zgjedhjen. Pra, ti thuash vetes që okej, edhe pse është kjo nuk është se jam gabim, thjesht po mundohem të riparoj veten, të përmirësoj veten, të bëm versionin më i mirë. Okej? Thjesht ke funksionuar për disa kohë në një farë programit, por tani zgjedh që mos t'jesh më ai program, t'jesh dikush tjetër, t'jesh më i rritur, t'jesh më i vetëdijshëm, t'jesh më i dhënë në atë çka ti dëshiron dhe në atë çka ti dëshiron të realizosh për veten tënde. Atëherë, dua të ndalem edhe pak në pjesën e vetë sabotimit dhe programet të padukshme se si ndikojnë zakonisht sipas spiritualitetit. Pra, nëse unë bëra një shpjegim deri tani, e bëra në mënyrë të përgjithshme. Tani dua të ndalem se si ndikojnë sipas spiritualitetit. Zakonisht, vetë sabotimi në nivel shpirtëror krijohet si mekanizëm mbrojtës. Pra, vetëtiot krijon një sistem i cili në pavedien tonë funksionon për të na mbrojtur. Sepse besimi ngulitur në ndërgjegje shfaqet gjithmonë si shtypje. Nëse ne kemi krijuar si fëmijë një vetë sabotim, na shfaqet gjithmonë si një shtypje. Nëse të gjithë dhe besojnë na ka qelluar, kemi dashur të realizojmë diçka në jetë dhe në momentin e fundit kemi heqë dorë. Okay? Kemi thënë, ok, nuk jam mjaftueshëm, nuk mund ta bëj mjaftueshëm. Kemi frikë nga suksesi, edhe pse mund ta dim forcën tonë, e dim sa kapacitet kemi, për shembull këtu, e kam kap shumë shpesh veten time, ku kisha frikë nga suksesi. Pra, një farë kohë doja të isha komplet e padukshme. Doja të isha dikushi, por që tjerët mos ta din kush është. Pra, kjo tregon që është frikë nga suksesi. Shpeshherë na ndodh si lodhje pa shpjegueshme, ndoshta kemi fjetur shumë mirë natën, ndoshta kemi bën një ditë shumë plumtur, shumë bukur, shumë të areshme, por thellë ndjehemi të lodhur në një mënyrë të pa shpjegueshme. Kemi cikle të cilat na përsëriten her pas here, na vinë si këmbana, na vinë si alarme, na vinë si sinjale që okej, duhet diçka më shumë, po kërkoj diçka më shumë, duhet të realizoj diçka më shumë, por vetë nuk e din se çka. Vetë sabotimet ekzistojnë sepse dikush, për shembull, ju duket sikur ka shpëtuar jetën tuaj dhe ju duket nganjëherë sikur ju jeni borxhli gjithë jetën. Pra, sikur ju duhet të jeni prona e tjetrit. Pra, edhe kjo është një farë lloj sabotimit që ja bëjmë vetes jo me qëllim gjithmonë. Ja bëjmë vetes në mënyrë të pavetishme dhe pastaj themi, okej, po pse jam borxhli? Okej, ai ose ajo ma ka bani të mirë një jetë, unë e kam falendëru, e kam kryer misionin tem, por prapse brenda vetes ti e ndjen sikur i e borxhli gjithë jetën. Çdo nivel i thellë i vetë sabotimit na ndodh, siç e thash, në fëmijëri. Aty ne marrim goditjet. Sidomos kur fillon të na vinë në mendje si zë, si figurë, si emocion. Dhe nuk ndjehemi të sigurt për Sheradin mirëmbrëma, mirë se erdhe, Zoti trujt. Për shembull, nuk jemi të sigurt për trashëgimin familjare. Nganjëherë na duket sikur shpeshherë nuk i përkasim as asaj familje,
Shpeshherë na duket sikur nuk po bëjmë mjaftueshëm për familjen, nuk po bëjmë mjaftueshëm për veten, nuk po bëjmë atë çka është më e mira. Këtu tregon që ne kemi një vetë sabotim shumë të fortë dhe këtu hyn tek pjesa e familjes. Për shembull, siç e thash te historinë personale, kur ne nuk duhet të jesh i dallum ti se kur u bën e ti dhe kjo për shembull, okay, 90% e prindërve nuk është se përdorin, por i 10% vazhdojnë ta përdorin që ku di ti më shumë se unë, kur u bën e ti me ditë më shumë se unë, unë jam më i madh se ti, unë di më shumë se ti, mos shkëlqe më shumë se ç'duhet, ose mos mëso më shumë se ç'duhet, ose mos forco veten më shumë se ç'duhet, leximit bë keq, punat bë keq, ky është vetë sabotim. Ky është vetë sabotim të cilin jo se kemi marrë ne, por na e kanë programuar. Na e kanë bërë program të padukshëm. Tjetra që duhet të ndalem, nëse ka pyetje, ju lutem vazhdoni, shumë bëni edhe mu që të pauzoj pak, ta marr me qetësi. Nëse ka pyetje, mund t'i bëni. Nëse nuk ka, unë vazhdoj gjithsesi. Për shembull, kemi edhe disa vetë sabotime të tjera të cilat ja bëjmë vetës, për shembull, kur fillojmë të themi ose të dëgjojmë të tjerët. Kur fillojmë të dëgjojmë të tjerët se çfarë të tjerët mendojnë që ne jemi. Dhe nëse dëgjojmë, si thash e them, okay, ajo nuk di me fol, ajo nuk është mirë, ajo ka probleme mendore, ajo nuk është aty ku duhet, ne fillojmë ta besojmë, sepse gjithçka që ne I japim fuqi shumë na bëhet, do më thënë, program, si që thash. Dhe këtu fillojmë ta programojmë sërish veten, duke besuar përmes të tjerëve. Kemi frikën e të qenit të suksesshëm, frikën e të qenit të dukshëm, frikën se çfarë mendojnë të tjerët, edhe këto hyn tek vetë sabotimet. Vlogët të ri shumë bukur, mashallah. Shumë faleminderit Limoza, shumë faleminderit. Tek vetë sabotimet, si që thash, nuk zhduken me luftë. Sa më shumë që t'i luftoni, aq më shumë I fuqizoni që të jenë aty dhe të pashëruar. Ato çlirohen vetëm me siguri dhe kur u japim leje. Teknika më e fuqishme që unë them që është më e forta sot për sot, tek vetë sabotimet është theta healing. Është dhe meditimi sigurisht, është edhe vetëdijsimi sigurisht, por diçka që unë do sugjeroja me bindje të plot, është theta healing, gjithashtu bioenergjia ndihmon shumë, por unë do sugjeroja theta healing. Nëse e kuptoni që keni disa vetë sabotime apo programe, direkt futuni me theta healing. Mirë mbrëma Sara, respekt e sa bukur, po na shpjegon këtë vetë sabotimin, e kam edhe unë kur të tjerët më bëjnë nder, unë bllokohem. Sepse vetë saboton veten. Pra, si e ke vetë sabotu veten, për shembull, ja ke sugjestionu vetës që nëse dikush të bën një nder, ti duhet I bësh 2. Ose gjithmonë duhet ja kthesh. Pra, ta kanë vetë programu, sikur ti e bërgjlin ndaj tjetrit. Jo, mjafton edhe një faleminderit dhe lëre. Sepse, mos mendoni, duhet ndalem pak te kjo dhe më shumë për ALC-n këtu. Mos mendoni që njerëzit që na ndihmojnë në jetë janë rastësor. Asnjëherë universi nuk sjell njerëz në nevojë ndihme rastësisht, por ta sjell sepse ai do, sepse disa rrugë dhe disa gjëra universi don që ti t'i bësh me një person tjetër dhe t'jeni bashkëkohëtar, jo të jeni vetëm. Universi din edhe çdo zgjidhje me na lën ne në dorë dhe ne mos me dit as me gjetë rrugdalje, por vin disa persona të cilat na japin një drejtim, na japin një dorë,
na japi një kurajo, dhe këtu tregon që vetë universi ka sjell në momentin e duhur dhe kohën e duhur. Okej, nëse ka pyetje, nëse isha e qartë një herë, okej, nëse keni pyetje, prap okej. Nëse nuk ka pyetje, duhet të ndalem vetë sabotimet ku grumullojnë zakonisht. Vetë sabotimet zakonisht e kanë mbledhjen më të fortë e kanë tek çakra e tretë. Pse? Sepse aty kemi vullnetin dhe fuqinë personale. Pra, nëse kemi një person i cili ka probleme me çakrën e tretë, ka dhimbje të pashpjegueshme, ka probleme me këtë çakër, këtu tregon që ai ka vetë sabotim dhe programe të fshehura. Pra, në mënyrë automatike ju e dini sepse tek çakra e tretë kemi qendrën e vullnetit, gjithashtu qendrën e energjisë personale, fuqisë personale. Dhe duke qenë që ky person ka vetë sabotim, e para që bllokohet, e para që jep problem, është kjo çakër. Në kraharor, atëherë kur kemi dashur të mbrojmë zemrën, atëherë kur nuk kemi ditë se si ta mbrojmë veten, nuk kemi ditë se si ta mbrojmë dhe mos ta krijojmë vetë sabotimin, ka ndodhur mbyllja e zemrës. Dhe nëse një person fillon dhe thotë kam dhimbje zemre, jo kraharorit, dhimbje zemre. Ju e dini që ai ka bë aq vetë sabotime të forta dhe ka aq programe të forta sa ka harru edhe me dasht veten, edhe me dasht të tjerët. Në fyt ku kemi vetë shprehjen, pra ndjemi të bllokuar, mund t'i sjellim fjalët, mund t'i sjellim informacionet, mund të kemi histori dhe ngjarje të mrekullueshme për të tregu, por vjen një moment ku gjitha na mbyllen këtu. Dhe nuk i nxjerrim dot. Nëse duam t'i bëjmë një CV vetës dhe të tregojmë se kush jemi, pse jemi, çfarë jemi, sa të zgjuar që jemi, sa të shkallët që jemi, na mblidhet këtu. Nuk e shprehim dot sepse është vetë sabotim, është diçka që ti nuk e beson sa duhet. Kemi pjesën tjetër të cilat na mbledhen në tru. Pra, janë modelet e përsëritura, sidomos modelet e përsëritura në të cilat ne nuk marrim mësimin e duhur në momentin e duhur, gjithmonë na mbledhen në tru. Dhe nëse keni vënë re, ke disa persona që thonë këtu te buta e kokës, kam një dhimbje, thot, nuk e shpjegoj dot. Kam bë kontrolle, kam bë gjona dhe thjesht aty thot ndjehemi bllokum, nuk e zhbllokoj dot, nuk e di çfarë është. Pra ju e dini që këto persona kanë ngjarje, histori të përsëritura, të cilat u janë bllokuar aty. Sepse ende mendja e tyre e ndjen nevojë për t'i mbajtur akoma këto vetë sabotime. Dylina, përshëndetje, mirë se erdhe. Alëco thot, po je shumë e qartë, të falenderoj shumë, faleminderit dhe ti shpirt. Iliriana thot, afirmimet na ndihmojnë me programu ndërdijen ndryshe. Absolutisht që po. Afirmimet është baza e parë që duhet të përdor dhe të ndjek sidomos një fillestar. Pra, gjithmonë një fillestar për 21 ditë duhet të përdor afirmime. Çdo ditë 5 afirmime, jo më shumë, sepse sa herë që ne përdorim shumë afirmime, ndërdija jon fillon ta çakordoj veten sa nuk e din se cilin të zbatoj, cilin të programoj dhe cilin të ushqej. Prandaj duhet gjithmonë 5, zgjidh 5 afirmime. Për shembull, unë jam e lumtur, unë jam e bukur, unë jam e dashur, unë jam e mirë, unë jam fantastike. Pra, i zgjidh vetëm këto. Gjithçka që ne themi pas fjalës unë jam, për mendjen është pjesa që mendja thjesht e zbaton. Okej. Nëse ka pyetje, do të përgjigjem, në të kundërt vazhdojmë me meditimin. Siç e dini, sa herë që kemi bërë një temë të caktuar, gjithashtu ka qenë edhe meditimi fiks për këtë pjesë. Edhe sonte do kemi meditimin fiks për
vetë sabotimet dhe programet e fshehura. Do ndalemi vetëm në këto dy tema. Ibadete, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Okej. Nëse ka pyetje. Okej, pastaj më thoni ju lutem si dëgjohet muzika. Kam një vit të gjysëm që kam shqetësime të forta stomaku, zor dhe her pas here situata po përkeqësohet shumë. Dorina, do sugjeroja pastrimin e zorrës në këtë rast. Për pjesën e stomakut shiko kujt po jep fuqi, apo jep fuqi vetes tënde personale, apo e mbron veten tënde, apo jep vullnet, a ke vullnet për të bërë gjëra. Pra gjithmonë më përqendro tek këtë pjesë. Doktorët thonë që është gastrit dhe zorra e irrituar. Jo. Okej, doktorët mund t'i vendosin lloj-lloj temash, por unë do sugjeroja fillo pak të pish ujë me uthull. Për shembull një gotë ujë me një lug uthull, vendosja vetes për 10 ditë. Nuk bën diçka të keqe. Gjithashtu do sugjeroja pastrimin e zorrës. Është shumë e mirë, por gjithmonë edhe kur të bësh meditimet dhe gjërat, më së shumti të përqendrohesh tek çakra e tretë. Okej, më thoni si dëgjohet muzika, ju lutem, dhe të vazhdojmë me meditimin. Mirë, okej. Faleminderit Ruth, atëherë vazhdojmë. Mund të gjeni një vend i cili ju përshtatet. Nëse dëshironi të shtriheni ose të qëndroni në pozicionin që ju ndodheni. Mjafton që shpina të jetë drejtë. Dhe tani që trupi juaj është vendosur në një pozicion të rehatshëm, mbyllni sytë. Mbyllni sytë dhe dërgojeni vëmendjen tuaj tek frymëmarrja. Veshkoje ngadalë se si merr frymë dhe se si e liron atë. Derisa ajo të bëhet pothuajse e padukshme në një ritëm të qetë dhe të ngadaltë. Trupi fillon të rëndohet. Mendimet largohen si një mjegull. Por vetia mbetet e zgjuar. Dhe valët e trurit zbresin ngadalë. Më ngadalë. Dhe më thellë.
Imagjinoje vetdijen tënde me një ngjyrë që ti dëshiron. Kjo është ngjyra jote, është vula jote dhe është identiteti yt. Vëzhgoje se si kjo ngjyrë duket e zgjeruar mbi trupin tënd dhe ngrihet më lart, akoma dhe më lart. Mundohu ta ngresh sa më lart trupit tënd. Aq sa ti mundesh. Dhe ndërkohë që ndërtia jote është lart, ajo fillon të shikoj trupin tënd. Dhe ti ndjen që këtu nuk ka kohë, nuk ka përpjekje, ka vetëm pranim në këtë hapësirë, në këtë fushë kuantike. Kjo është vetdia jote. Ti nuk ke nevojë për ta kërkuar. Ajo shfaqet si ndjesi. Jo si mendim. Jo si rezonancë. Është ngjyra jote, imazhi yt. Ndoshta mund të ndjesh ndonjë ndjesi në trup, ose ndonjë boshllëk. Ti vetëm vëzhgo. Kjo është rënja. Aty ndodh shërimi. Zërin e shpirtit tënd. Fillo të flasësh tani. Dhe shiko çdo energji që nuk është e jotja. Qoftë programi i padukshëm, qoftë vetë sabotim. Çdo emocion, mendim apo barë nuk të përket më. Edhe pse mund të jetë e dukshme për ty. Dhe këto programe dhe vetë sabotime drejten. Ti nuk i ushqen më. Vetdia jote mbetet e hapur. Trupi qetësohet. Energjia fillon të rrjedh lirshëm.
si një nyje e cila e zgjat veten. Dhe hapësira brenda teje ndjehet më e gjerë, më e pastër, më e plot. Ai rrjedh. Vetdia kthehet në ngjyrën që ti zgjodhe në fillim. Lejoje botën e jashtme të largohet nga ty. Mjafton që të jesh i pranishëm në trupin tënd, në frymarrjen tënde. Ti ndiq vetëm zërin tim. Dhe kujtoja vetës që në këtë hapësirë je i sigurt. Dhe gjithçka që po ndodh për shërimin tënd. Dhe tani përpara teje hapet një derë. Është dera ndërdijes tënde. Është dera ku do kërkojmë të gjitha programet e padukshme dhe vetë sabotimet. Fillo të hedhësh hapin në 10 në qetësi, hapin e 9 në rëndësi, hapin e 8 në siguri, hapin e 7 në liri, tek hapi 6 mendja pushon, tek i 5 trupi dorëzohet, tek hapi 4 zemra hapet, tek hapi 3 ndërdia zgjohet, tek hapi 2 ti e thellë. Këtu nuk ka zhurmë, nuk ka pritshmëri, je vetëm ti. Në këtë hapësirë të brendshme, lejo të shfaqen programet që të kanë shërbyer për vite me radhë. Mund të dëgjosh ndonjë zë, ndoshta të shikosh ndonjë figurë, ndoshta të ndjesh, ose thjesht të vjen si energji. Mos u tremb. Ti je këtu për t'i liruar këto emocione, për t'i shëruar, për t'i ndjerë. Ndoshta mund ta pyesësh këtë emocion, pse je këtu? Pse reziston ende këtu? Dëgjo, pa gjykim.
ndoshta ke dëshirë që t'i flasësh dhe t'i thuash: e di që më ke mbrojtur, e di që ke bërë më të mirën për mua, por tani jam gati të jetoj pa ty. Dhe vëreja se si energjia jote ndryshon. Dhe nëse ka akoma emocion, lejoje të kaloj. Ti nuk je program, ti je ai që po zgjohet. Imagjino një dritë shumë të fortë, e cila zbret nga lart dhe mbush të gjithë trupin tënd. Kjo dritë është paqja. Ajo thjesht shkrihet në trupin tënd. Dhe merr pas vetës çdo program që nuk të shërben më. Dhe kjo dritë fillon të shpërbëhet. Kjo dritë fillon të shpërbëhet dhe të ndahet në disa pjesë. Dhe një pjesë e kësaj drite largohet, por merr me vete frikën. Dhe një pjesë tjetër e kësaj drite largohet, por merr me vete fajin. Një pjesë tjetër e kësaj drite largohet dhe merr me vete besimet që nuk janë të tuat. Dhe një pjesë tjetër drite largohet dhe merr me vete të gjitha sabotimet. Dhe në çdo frymë që ti merr, drita bëhet më e fortë, më e ndritshme dhe më e hapur. Me çdo nxjerrje fryme, një pjesë e vjetër largohet. Dhe ti lirohesh, lehtësohesh dhe ndjesh në paqe. Në vendin ku ishte programi vjetër, tani mbill diçka të re.
Zgjidh një ndjesi. Mund të zgjedhësh sigurinë, dashurinë, besimin ose lirinë. Lejoje që trupi yt të mbushet me këtë ndjesi që ti sapo zgjodhe. Tregoj vetes që je i mjaftueshëm, e mjaftueshme. Tregoj vetes që e meriton jetën. Tregoj vetes që ti zgjedh vetdijen. Tregoj vetes që je i lirë, e lirë. Dhe këto fjalë po zhyten thellë në ndërdijen tënde. Po regjistrohen aty dhe le të kthehen në besim dhe energji për ty. Ti këtu je i sigurt. Nuk ke nevojë të mbrohesh. Tani mund të ndjesh çdo ndjesi apo emocion. Dashuria dhe jeta për ty janë të plota. Dashuria dhe jeta të zgjodhen ty. Dhe dal nga dal. Fillo të ndjesh trupin, dritën rreth teje. Ti je i zgjuar. 4. Ti ndjesh i lehtë. 3. Ti je i pranishëm. 2. Energjia jote është jeta. 1. Merr frym thellë. Liroje ngadalë. Dhe kur të ndihesh gati, mund t'i hapësh sytë.
hapje goje është super. Super Klodi, kjo tregon që ti ke shliruar jashtëzakonisht shumë, pra ti ke prek pjesën e dhimbjes kokës, qendrën e tretë dhe fytin, pikërisht aty ku na mbledhen këto gjëra. Pirina, faleminderit ty dritë. Jam shumë e lumtur që keni shliruar, jam shumë e lumtur që keni shkarkuar. Luiza thot faleminderit shpirt qava, mu hap goja, ndjeva dridhje në të gjithë trupin. Wow, super. Ramushi Bajram, faleminderit ty. Iliriana, faleminderit ty. Pata pulsim në zemër dhe fyt, pastaj djersita, faleminderit Sara, faleminderit ty Mokadez. Super, dhe ti pas ka shkarkuar goxha. Dorina thot e pash vetën shumë të lumtur në një lëndin me një tri që rezultonte si për meje. Super Dorina, kjo tregon që është ndërtia atë që unë ju thash, vendosni ngjyrën që ju dëshironi. FP thot edhe unë qendrën e tretë dhe fytin. Faleminderit shumë, faleminderit ty, po sepse e thash se ku na mbledhen, sidomos tek qendra e tretë ku kemi fuqin personale dhe tek fyti ku ne nuk tregojmë vlerat tona. Sheratin, Sara ndjej një lehtësim fantastik, shumë faleminderit ty. Është hera parë që të shoh, por jam shumë e lumtur që je këtu. Miranda, faleminderit dritë. Okej, edhe si që kam lajmëruar, edhe po ju përsëris prap, me datën 25 do hapet kursi i Reikit, është niveli i parë. Me datën 28 shkurt kemi vetë hipnozën. Për të gjithë ata që janë të interesuar për këto dy kursa, mund të më shkruajnë në privat tek numri WhatsAppit dhe do ju përgjigjem. Rudina thot gjumë më shumë për këmbët dhe fyti. Arritjet, qëllime që nuk i ke përfunduar dhe pjesa që nuk e flet veten sa duhet, Rud. Shihja diçka si film, po më vjen inati pse nuk i mbaj mend. Mukades, okej, mjafton që ke liruar, mjafton që ke shkarkuar. Nga njerë trupi dhe mendja bashkëpunojnë për të liruar. Nuk është e nevojshme që ti mbaj mend të gjitha. Po ndihem shumë mirë, më e lehtësuar, faleminderit shumë, faleminderit ty Dorina, jam shumë e lumtur për këtë. Faleminderit ty Ruth. Edhe unë lirim të shikoj vetën në ngjyrën Leila të hapur. Kisha shkundje dhe dridhje, pastaj krahet i ndjeja të lehtë dhe krahun e majt ndjeja pesh, edhe dora e djathtë të rëndë. Atëherë dini, okej, pavarësisht se ke liruar, ke shkarkuar, ngjyra Leila është ngjyra e cila kanalizojmë energjinë universale, pra lidhemi me hyjnoren, lidhemi me universin. Dhe çfarë ka ndodhur duke parë veten në këtë pjesë, ti thjesht je dorëzuar. Rëndesa në meditime, rëndesa e trupit në meditim apo hipnoz është krejt normale. Okej. Siç e thash për kurset, kush është interesuar për Reikin Yashin, nivelin e parë, gjithashtu për vetë hipnozën, mund të më shkruaj. Reiki do jetë me datën 25 janar, ndërsa
dhe vetë hipnoza do filloj me 28 janar. Takimi i radhës është nesër. Nesër kemi një temë jashtëzakonisht shumë të bukur. Nuk është më që ne të kuptojmë më thellë vetës, është më e bukur, është më kariku me energji, me kthy energjinë tek vetja. Nesër është dita e 8, jemi prapë së bashku. Takimi i radhës është, siç e dini, nga ora 8 me 9:30, sado që shkoj. Jam shumë e lumtur që sikur 10 nga ju ose 5 nga ju po marrin më të mirën, po lirojnë, po shkarkojnë, po shërojnë. Dhe takohemi nesër. Këmbët më zjenin nga nxehtësia dhe kisha pak dhimbje te këmba e majt. Dhe dora e majt për këmbët poshtë më zjenin nga nxehtësia. Okej, super. Pra, ti ke marrë energji, nëse nuk e ke kaluar kur unë dhash pjesën që mbulojni veten me këtë dritë e cila vjen nga universi, ti mund ta kesh kanalizuar dhe e ke ndaluar vetëm tek pjesa e këmbëve, nuk e ke kaluar në të gjithë trupin. Pra, siç po ju thoja, nesër është takimi i radhës nga ora 8 me 9. Takohemi nesër. Ju du fort, ju uroj natën e mirë, gjithë të mirat, fjeqje e rehat, gjumë të ëmbël dhe mirupafshim. Natën e mirë të gjithë. Faleminderit shumë Dori, natën. Natën Iliriana.